Si qëndron Tajvani? Ka një strategji në këtë botë të trazuar që të përmbush edhe ambicien e saj? Tajvani sigurisht. Tajvani e gjindë gjithë botërisht që Kina ka thënë që Tajvani është pjesë e patjetërsueshme e Kinës dhe do ta mbajë me çfarë do lloj mënyre, me hir ose me pa hir, me luftë apo me paqe. Në fakt, vetëm pas summitit më të fundit, Kina për vitesh ka një ministri pikërisht për Tajvanin dhe ka deklaruar se tërmeti ishte shkatrues dhe do t'jap ndihmën e saj nëse Tajvani do ta dëshironte, sepse në raste të tilla tërmetësh apo pikërisht të tragjedish, jeta e njerëzve është shumë e rëndësishme se inatet politike midis dy rajoneve apo dy vendeve. Dhe pavarësisht gjithçka që ndodh, Kina ka ndërmarrë gjithmonë kontrolle ushtarake shumë afër me kufirin, ndërkohë që qeveria e Tajvanit kundërshton duke qenë se Kina kontinentale ka hyrë shumë brenda ujrave territoriale apo edhe vetë kufirit të Tajvanit, Kina deklaron se pikërisht jemi ne ata që ta mbrojmë Tajvanin nga çdo lloj sulmi, ndërkohë që pavarësisht se Tajvani deklaron se perëndimi, SBA e tjerë do të jenë ata që do na mbrojnë në rast të një sulmi. Megjithatë u deklaruar se në vitin 2027 mbase Kina apo në vitin 2025 mbase Kina mund të ketë një sulm ndaj Tajvanit, gjëra të paktën me sa shihen nga Pekini nuk ka një gjë të tillë, por Tajvani do të jetë një pjesë e patjetërsueshme e Kinës. Presidenti Xi Jinping, qeveria kineze ka deklaruar se çfarëdo që të ndodhë, nëse SBA apo aleatët e tjerë do të mund të ndihmojnë Tajvanin për shitjen e armëve të tjera, ne do të jemi sërish atje për ta marrë me dhunë. Pra, gjithçka do të jetë në mënyrë paqësore nëse dëshirohet, por edhe në mënyrë me dhunë, sepse Tajvani do të jetë pjesë e pandare e Kinës çfarëdo që të ndodhë. Falenderoj shumë Edison. Kalofshim mirë. Është edhe madje një vizitë, ndërkohë që dua të shtoj edhe vetë në mënyrë, ndërkohë që vetë njëri nga politikanët tajvanesë sapo ka mbërritur para disa ditësh në Pekin dhe ka deklaruar se të dyja rajonet, si Kina kontinentale dhe Tajvani duhet të jenë pjesë e pandar. Pra Kina është një, nuk duhet të jenë të dy, Kina kontinentale dhe Tajvani ndar. Pra duke sikur kjo vizitë ka qetësuar në një farë mënyrë pak gjendet midis dy rajoneve.